i shtetat shqiptar që është sjellë në Shqipëri nga Emiratet e Bashkuara Arabe është një i kërkuar po nga SPAK, gjithë nga SPAK janë fakt. Bëhet fjalë për shtetasin Bruno Çobo, i cili u shit në fakt nga autoritetet sikur u ekstradua. Në të vërtetë, ky shtetas i kërkuar për mashtrim kompjuterik e tjerë lidhur me call centrat, kishte kërkuar vetë që të vinte në Shqipëri, pra kërkonte vetë në Dubai me çonin në vendin tim të përballej me drejtësinë. Rasti tipik ishte ekstradimi i Flaren Dervishajt dhe Julian Meçës, dy të shumë kërkuarve po ashtu, emrat njohur, personazhet njohur të botës së krimit, të cilët u sollën në Shqipëri me procedurën e dëbimit dhe deportimit. Çka do të thotë që ato janë marrë në banesat e tyre ku qëndronin në Dubai, janë nxjerrë në një zonë tranzit, siç quhet, aeroportuale, ku aty po themi nuk ka jurisdiksion ligjet që kanë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe aty janë dorëzuar oficerëve të Europolit, cilët më pas kanë bërë edhe koordinimin. Në gjitha rastet, ekstraduarit nuk e dinin që do të ekstradoheshin. Nuk e dinin dhe kjo ka qenë një mënyrë disi e befasishme dhe realisht nuk dinin se ka patur një sjellje të tillë të Emiratet e Bashkuara Arabe me nacionalitetet tjera të cilët janë strehuar në Dubai dhe kërkohen nga vetët e tyre. Po themi shtetas gjerman, shtetas polak, sepse atje ka një mori me personazhe edhe nga vendet tjera që kërkohen dhe nuk kanë mundur dot ti ekstradojnë. Kështu që besoj që edhe në këtë rast do të jemi në kushtet ku nuk kemi të bëjmë me një procedurë të mirëfillt ekstradimi, por kemi një procedurë është gjetur teknikaliteti. Dëbimi dhe deportimi, ku tashmë edhe Florent Çapja pas kaq vitesh në kërkim, edhe me një vendim formës prerë, duhet përballet me drejtësi. Dënohet me vendim, dënon me burgim të përjetshëm. Është dënuar, është lënë fuqi vendimi i shkallës parë të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga apeli që në vitin 2023, që është më shumë gjasa tashmë është në gjykatën e lartë ku pritet që të ketë dhe një vendim. Megjithatë, Florent Çapja do të njihet zyrtarisht me vendimin, do të ketë mundësi të mbajë dhe ai qëndrimin në raport me këtë verdikt të drejtësisë shqiptare. Ne kuptova. Eni do të pyesja edhe për një ngjarje tjetër në Ekuador. Janë mbajtur peng nga grupet kriminale, nga një grup i famshëm në fakt i krimit atje, i cili merret me shpërndarjen e drogës. Është mbajtur peng pra një numër personash, 5 persona, 3 ekuadorian dhe 2 shqiptarë, cilët më në fund janë liruar nga ana e policisë ekuadoriane. Çfarë dim në lidhje me grupin, por gjithashtu edhe mbi rastin e pengmarrjes? Për shqiptarët gjithashtu. Nuk dihet identiteti i shqiptarëve të shliruar nga ajo zonë e pëllzuar ku mbaheshin peng, nga grupi i njohur në Ekuador si Los Choneros, që ndërhyje ushtrisë ekuadoriane, në fakt, mbështetur edhe nga policia, sepse atje luftën kundër karteleve të drogës, organizatave të mëdha të drogës e bën kryesisht ushtria dhe jo policia, për shkak pikërisht edhe të kësaj forme organizimi paramilitare që kanë deri diku këto grupe kriminale. Mjafton të shikoni edhe njoftimin e ushtrisë se sa armë janë sekuestruar dhe ka patur edhe përplasje të armatosur dhe ka qenë me sa duket një operacioni rrezikshmërisë të lartë ku është vrarë një prej antarëve të grupit kriminal Los Choneros pasi ka patur shkëmbim zjarri me forcat e policisë. Identiteti i shqiptarëve nuk dihet, por ky operacion mund të themi që na vërteton gjithmonë më shumë atë çfarë thot SPAK, çfarë thonë organizatat ndërkombëtare të sigurisë, që shqiptarët gjithmonë më shumë janë zot, po themi, apo kontrollojnë trafikun e lëndëve narkotike nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Tani 2 shqiptarët, të cilët janë mbajtur peng nga ky grup kriminal atje, sipas formave që kemi mësuar se si operojnë këto kartele drogës, që është për 2 arsye. Rasti i parë mund të mbajtur peng si garanci për kalimin e një sasie kokaine. Dhe rasti i dytë është që ata mund të mbajtur sërish peng për rast se kjo ngarkesë mund të ketë rënë dhe personat të cilët kanë qenë të interesuar duhet paguajnë shumën apo fitimin e munguar, po themi, të kësaj droge apo dëmin ekonomik që i është shkaktuar palëve në këtë rast. Siç e thash, gjithmonë më shumë rezident me shtetësi shqiptare po zhvendosen në Ekuador. Kjo e thënë edhe nga autoritetet vendas atje, madje edhe emrat e përfolur gjatë viteve të fundit, kemi folur këtu edhe për shqiptarët që janë ekzekutuar në Ekuador, mënyrën se si ato kanë arritur që të rekrutojnë edhe të korruptojnë edhe sistemet vendase atje, agjensitë vendase, ndërhyrja deri madje në rangjet e politikës ekuadoriane, ku janë përmendur edhe shqiptarë që kanë financuar fushata caktuara elektorale. Sipas dhënave paktën se edhe nga foto e publikuar nga ushtria ekuadoriane nuk arrijen të shuhen, po themi, imazhet e
shqiptarëve, sepse siç thatë edhe ju, kanë qenë edhe 3 shtetas vendas që janë mbajtur peng, nuk dihet më shumë sa ditë janë mbajtur peng e tjerë me radhë, por ideja është që operohet gjithmonë të lloj mënyre, dhe dosje penale që janë hetuar dhe po hetohen nga autoritetet, qoftë SPAK-u në këtë rast, po edhe autoritetet e tjera, e njohin si mënyrë operimi pra ku shqiptarët lihen peng një individ të caktuar derisa ngarkesa e drogës të kalojë ose në rast kundërt të zhbëhet edhe dëmi ekonomik, dhe nga ana tjetër një shtetas mund të mbahet peng edhe si garanci që ti nuk do të punosh me hile, po themi, me grupet kriminale vendase të cilët ndihmojnë atje dhe kanë gjetur infrastrukturën për ngarkuar sasit me qindra kilogram kokain në anijet që nisen nga portet kryesore të Ekuadorit, Guayaquili, por dhe nga qytetet e tjera si Quito e tjerë me radhë. Qartë, Eni, nëse dërgesa nuk shkon ashtu siç duhet, këta persona që mbajnë peng, jo, rrezikojnë që edhe të ekzekutohen. Rrezikojnë që edhe të ekzekutohen. Ndaj është kjo lloj garancie, fatmirësisht që janë kapur 2 shtetas shqiptar, dhe kjo është një alarm, do të thoja unë, se ndoshta mund të jemi edhe para kurseve ku shtetas që janë zhdukur, po themi, apo janë humbur, kanë humbur kontaktet me familjarët, në rast se mund të kenë patur aventura të tilla, po themi, apo kanë shkuar për të qenë rezident në Ekuador, ndoshta mund të ketë patur edhe fatin fatkeq të kenë qenë në këtë lloj situatash. Qartë. Në rastin konkret, 2 shqiptarët janë liruar nga ana e autoriteteve atje. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.